Personat me aftësi të kufizuara duhet të kenë një rol aktiv në institucionet e qytetit dhe të përfshihen drejt për drejt në proceset vendimmarrëse. Ky është qëndrimi i drejtuesit të projektit Shpresa për personat me aftësi të kufizuara, Luigi Mila, i cili thekson se kjo kategori vijon të mbetet e nënpërfaqësuar. Ta duhet përfaqësohen në gjitha organet vendimmarrëse të Bashkisë Qarkut apo të Prefekturës Shkodër. Verjes nuk e kemi një qasje të tillë. Nëse ne flasim për shembull për kategorinë si LGBTI e tjerë dhe ofrojmë, bëjmë projekte, zhvillojmë aktivitete, gjithçka. Mendoj se edhe këta po ashtu kanë drejt të jenë të përfshirë, që të marrin vendime, të japin mendime, sepse bëhet fjalë për një Shkodër ku jetojmë gjithë dhe këta kanë vendet e tyre dinjitoze në këtë qytet. Sipas Milës, pengesa kryesore nuk lidhet aq me mungesën e kuadrit ligjor apo iniciativave, por me vendosim paragjykuese që vazhdon të ekzistojë në shoqërinë shqiptare. Ai nënvizon se ndryshimi duhet të nisë pikërisht nga kjo qasje për të krijuar mundësi reale për integrim dhe përfshirje. Fillon tek tradita. Fatkeqësisht Shkodra dhe Shqipëria ka këto problemin e çfaqjes, pranimit, të faktit e personave me kufizuar në shtëpia. Kemi raste tragjike kur janë izoluar për vite edhe në zona urbane dhe në zona rurale. Pra kemi një qasje gati diskrete dhe mendoj që nuk na ndëron. Një tjetër kërkesë e rëndësishme është edhe garantimi i vendeve të rezervuara të punës për personat me aftësi të kufizuara, duke i dhënë kështu kësaj kategorie më shumë siguri dhe dinjitet në jetën profesionale. Mila apelon për më shumë vëmendje dhe angazhim institucional në mënyrë që përfshirja e personave me aftësi të kufizuara të mos mbetet vetëm në nivel deklarativ, por të konkretizohet me hapa të prekshëm në shoqëri.